Në forumin e biznesit Serbi-Shqipëri, kryeministri Edi Rama tha se hapi më i rëndësishëm për krijimin e një tregu të përbashkët është reformimi i administratave publike. Ai theksoi se Shqipëria e Serbia duhet i japin jetë një tregu të përbashkët e të integruar, i aftë të tërheq investime. 14 tetor 2 vite më parë ishte ndeshja e futbollit. E mbani mend mirë atmosferën. E kush do ta përfytyronte atmosferën sot? Marrëdhëniet tona janë zhvilluar në drejtimin e dur dhe në drejtimin e njerëzve. Është e nevojshme të japim jetë një tregu të përbashkët, të integrojmë ekonominë dhe të tërheqim investime. Sfida jonë më e madhe nuk është që të bëjmë bizneset bashkë, por si ta përçojmë te administrata. Administrata duhet vënë në funksion të bizneseve, të sillemi me njëri tjetrin si nesër në Bashkimin Evropian. Duhet të fitojmë kohë pa hyrë ende në BE dhe duhet ta kthejmë administratën në mbështetëse dhe shërbëtore të sipërmarrjes. Rëndësia e bashkëpunimit ekonomik u theksua si shumë e rëndësishme edhe nga kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vučić. Ai tha se serbët e shqiptarët janë popujt më të rëndësishëm në rajon dhe një bashkëpunim i frytshëm do të rrisë eksportet e do të ulë papunësinë. Ai e vuri theksin te rritja e bashkëpunimit në sektor si tregtia e turizmi, ndërkohë që investimet e reja në infrastrukturë do të bëjnë që nga Beogradi në Durrës të arrihet vetëm për 4 orë. Pa marrë parasysh dallimet politike, kemi ndërtuar raporte të mira dhe duam t'i kemi të tilla edhe në vazhdim. Miq të dashur nga Shqipëria, dyert t'i keni të hapura dhe ju përgjigjemi për çdo kërkesë dhe nxis njerëzit tanë të shkojnë në Shqipëri, të ndërtojnë në turizëm, të bashkëpunojnë me shqiptarët. Ju garantoj, janë biznesmen të mirë. Duam të rrisim bashkëpunimin tregtar me Shqipërinë me 10%. Rëndësia e bashkëpunimit rajonal në forum u theksua dhe nga drejtoresha e Bankës Botërore për Europën Juglindore, Ellen Goldstein, e cila prezantoi zyrtarisht edhe fillimin e një projekti për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor.